Atëherë, në radh parë ishte një takim shumë pozitiv dhe produktiv, sepse kemi dakordsuar për faktin që do duhet gjejmë kandidaturë që duhet të unifikojë të gjithë spektrin opozitar. Dhe ky është një lajm shumë i mirë për gjithë qytetarët e Tiranës që të gjitha partitë politike, opozitare apo jo, të gjitha forcat politike kanë një lloj konsensusi për dalë me një emër i cili mundet përballet në garën në ditën më të parë me Ogerta Manastirliun, me kandidaten që simbolizon Covidin dhe vdekjen në kryeqytet dhe në mbar vendin dhe ta mposhim. Kështu që thënë këtë, ky është një lajm i mirë që dakordsia është në parim, është arritur për gjetur një emër të tillë. Pastaj për teknikalitete, për propozime, po është e vërtet. Kemi diskutuar emrat përvetshëm. Kemi rakorduar për sa i përket, po e them edhe një herë, profilit që do duhet kemi bashkarisht për një kandidat apo kandidate. Duke qenë se mbetet objekti tryezës së diskutimit dhe të negociatave, unë nuk kam ndërmend së bashku me Ilirin që të dalim në emra konkret ditën e sotme. Ne do të shqyrtojmë çdo emër, çdo propozim që vjen me të vetmin qëllim maksimalizimin e votave dhe mbështetjes për kandidaturën që do të dalë në emër të opozitës bashkuar. Ky propozim ka dakordsinë e grupit të negociatorëve të Partisë Demokratike? Po ne ja ku jemi të dy, ndërkohë që zoti Noka është në një aktivitet tashmë, është në mbledhje komisioni, pa diskutim që po ka marr okejin edhe nga ana jon për të shqyrtuar. Do ta shqyrtojmë në ditët në vijim sepse edhe koha nuk pret dhe pa diskutim do t'ja bëjmë dije publikut në momentin e parë. Rëndësi ka qëllimi. Qëllimi është shumë pozitiv, qoftë nga përfaqësuesit e Partisë Mundësia apo nga partitë e tjera parlamentare, që ne të kemi një kandidaturë që të bëjë ndryshimin në Tiranë. Zoti Aldin Mehmeti, ju keni pasur kontakte edhe me Endri Shabanin. A mund të na zbuloni më